edhe gjykata kushtetuese i ka thënë në vendimin, për shembull nëse ju kujtohet e Jetem Arifit, i ka thënë që për kundër faktit që KQZ-ja e ka certifikuar deputetin në fjalë, Komisioni për verifikimin e mandateve duhet të kërkoj dokumenta shtesë dhe e ka përgjegjësinë e marrjes, domethënë të konfirmimit të mandateve. Rama Baja po thotë krejt me shembull s'ka të bëjë hiç me këtë. Po s'ka të shembull kushteton. Te Marifi ka pas probleme. Sigur KQZ ta certifikon, e prapë nuk lejohet. Se ju e murë që KQZ-n si kraki, tha kur thot KQZ janë regullirë. Je una Lushtaku me problem, Lushtaku më fal. A ka problem? Jo. Që ka problem? Të Kraku, se Kraku thashtë panevojshëm. Bëni pyetje Rama Baja dhe i lejova të gjithëve pyetje, prandaj. Po, vetëm se ta përfundoj argumentin, zoti Rama Baja, me që po i konteston këtë si politolog që është, e din që ekzekutivi dhe legislativi janë dy shtylla të ndara të pushtetit dhe nuk guxon për asnjë moment në një sistem demokratik dikush nga ekzekutivi të jetë edhe në legjislativ, se për nga funksioni dallojnë. Edhe kjo është ligjin për qeverinë në rastin e kuvendit, apo she që po i ngatroni këto çështje. Jo, nuk i ngatroj. Kushtetuta e definon, veç pak, kushtetuta e definon me nën të veçantë mandatin e deputetit, ndërkohë që me nën të veçantë qeveria, ligji për qeverinë e definon kur duhet të dorëhiqet një antar i ekzekutivit, i qeverisë, domethënë në momentin kur e fiton mandatin e legjislativ. Dhe kjo është krejt e qartë. De facto se ka bë betimin. Po s'mundët me e bo betimin, se ai është dashur bile për para datës së certifikimit t'jap dorëheqje. Këto e tha edhe vetë kryeministri në letrën që e solli. Tha kam dhënë dorëheqje, po letrën e dorëheqjes nuk muj me ja u sjell. Ku është kjo? Ku është baza ligjore? Apo dojmë me bo shtet demokratik, me bazë kushtetuese dhe ligje që funksionojnë dhe janë të vlefshme për secilin qytetar, apo dojmë me bo selektive edhe me kriju anarki e totalitarizëm, se kjo është një tendencë për me i kontrollu të gjitha pushtetet. E kështu në shtet demokratik nuk funksionon dhe këto nuk duhet me... Në ora 10 e thirrët për sot. Anarki provoj LDK-ja me bo dje, thirri ajmë takimin sikur në vitet 90-ta. LDK-ja pushtet. Më tregoti ku ka autorizime udhëheci i kuvendit që rastësisht është ai person vetëm për nga mosha, ku ka të drejtë të synoj të arrijë marrëveshje politike ose të shkon në negocime. Sepse është problem politik, nuk është juridik, e tha edhe kolegu. Jo, nuk ka autorizime për këtë. Na Komisioni i verifikimit mandateve është dashur me mbledh sërish, me i pa dokumentet shtesë, me korrigju raportin dhe me sjell në votim në kuvendin e Kosovës. Kjo është procedura. Urdhëroni, domethënë i bëjmë thirrje edhe një herë anëtarëve të ekzekutivit që ta bëjnë këtë gjë ashtu siç është me aktet juridike dhe ne e miratojmë. Po kompromise dhe negociata për shkeljet kushtetues nga LDK-ja nuk ka. Tash, na po dojmë shtet demokratik, na dojmë me pas shtet demokratik. Politik LDK-ja. Faleminderit shumë, Jona. Jona, faleminderit. Tutëm.